o vllai, mund të bëjmë një foto, edhe unë qëtash na nuk I kishim dhënë hala shfaqjen tonë në festival. Se mas shfaqjes në për festivale ndodh që vinë, kërkojnë. Ama na hala se kishim I dhënë shfaqjen tonë, edhe unë u habita, thash, okej, thash, po, pse, se për ime nuk Ku po mnja? Po, edhe e banëm një foto, tha, më pëlqen shumë, tha, telenovela. Okej, anez mu Maroki, masi ardhë. Po tash si është situata? Tash po besoj bombardohesh më shumë. Tash jam adoptu me ato reagimin e njerëzve, bile që tash unë e kum pas si dukuri faktin që nuk kom mujt me I memorizu shumë njerëzit. E që tash veç jam dorëzu. E di se ki njerëz që I takon që I njepi dikon, edhe ki njerëz që I takon që veç të njohin, edhe është e vështirë tani me I dallu. Po, është shumë e vështirë se nuk e dim për shembull a njiheni a vetëm një, po në përgjithësi mundona më kon maksimum afër krejtve, mundona me gjetë sado pak ku për secilin që më vjem respekton, se e kum cek edhe në raste tjera është profesioni I bekum, profesioni jon. Pse e cilëson si profesioni I bekum? E kum cek edhe më herët, po pe përmeni që ekziston një lloj privilegji që na e gëzojna tu e bë punën tonë për rrugën tonë. Cilin për shembull e kum krahasu me rastin e policëve ose punëtorët e parkingut, që ata e bojnë punën e vet, për rrugën e vet, edhe apet janë të shamë, se kërkush nuk thotë që unë I pata fajet për I akuzon ata. Te na e bojna punën tonë për jetesën tonë, edhe I ki me qindra mira njerëz që dojnë, edhe pse s'ke bëu diçka personal për ta. Do me thonë është një privilegj që ta ofron ky profesion, edhe unë mendoj që është një njëjtën kohë edhe një përgjegjësi që na dona me përmbush ndaj atyre që na dojnë. Shumë e vërtet, me transmetua atë që ata dëshirojnë me pa. Gjithsesi, përveç serialit, tash më shumë vite ti je pjesë edhe e teatrit Pinokjo në Shkup. Po, teatrin Pinokjo e kena bashkë me Muhamet Ajdarin, një njeri që më ka shtimu në këtë profesion, kur më konë shumë I ri, më ka marrë te teatri Pinokjo, edhe fillimisht kom debutu me një shfaqje, shkolla e çuditshme, edhe prej aty jam infektu, nëse muj me qujt ashtu, edhe mo kur s'ko mujt më shnosh, edhe pse kom shku, kom studiu... S'ko mujt më shnosh, se... Po, realisht, se unë kom shku, kom studiu PR në Stamboll. Pra pas ke tentu të krijosh edhe një tjetër profesion? Kom tentu, po nuk kom mujt më shkep. Edhe jem këthy, edhe mësani e kom regjistru apet aktrimin si fakultet dytë, edhe kom vazhdu më marrë me aktrim, se kom po që aty më flenë zemra. Që aty flenë zemra, që aty flenë shpirti, edhe normalisht pse jo të mos I kushtosh për themi... E do më thonë, prej viti 2009 jam pjesë e teatrit Pinokjo, edhe vazhdoj më konë,